Të majtët kundërpërgjigjen në nivel lokal vetëm një ditë pas seancës plenare, ku demokratët me forcën e kartonit të mbështetur nga 3 ish deputetët socialist rimorën kontrollin e humbur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Socialiste janë bashkuar në qeverisin e pushtetit vendor, duke bërë shumicën në pjesën ndërmuese të këshillave bashkiak në të gjithë vendin. Lëvizja parë ka ardhur në Këshillin Bashkiak të Kryeqytetit, ku menjëherë pas një takimi mes këshilltarëve socialist dhe ata të LSI-s, kryetari i PS-së së Tiranës, deputeti Sajmir Tahiri, në një komunikim për mediat paralajmëroi shkarkimin e kryetarit të Këshillit Bashkiak të Tiranës, demokrati Njazi Kosovrasti. Pas asaj që bëri Saliu dje me uzurpimin e paligjshëm të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ne kemi detyrë të rikthejmë legitimitetin demokratik të çdo trupe kolegjiale dhe këtu duke filluar më së pari nga Bashkia e Tiranës dhe pastaj çdo njësi tjetër vendore. Mbledhja e sotme do të thrasi në mënyrë urgjente Këshillin Bashkiak të Tiranës për të shkarkuar kryetarin aktual të Këshillit Bashkiak të Tiranës. Ky është një qendrim politik që erdhi mbas seancës maraton të mbrëmshme, ku haptazi u cënua një institucion të cilin ne e konsiderojmë të shenjtë, sepse mbi bazën e këtij institucioni verifikohet qartësisht vota e lirë dhe mbi bazën e votës lirë ngrihen të gjitha institucionet e një shteti të lirë dhe demokratik. Por duket se po merr zgjidhje edhe çështja e Fierit pas koalicionit PS-LSI, pasi ka qenë numri 2 i kësaj force politike Petrit Vasili, që ka bërë të ditur se tashmë ekziston një shumicë e qartë në nivel lokal dhe kjo çështje do të marrë fund.